Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Përshëndetje, shikues të nderuar të televizionit Arbëria. Mirë se erdhët në emisionin e Pult. 80 vite më parë, pikërisht në vitin 1945, është krijuar një nga masakrat më të tmerrshme që njeh, jo vetëm në Kosovë, por edhe më gjerë në Evropë dhe më gjerë. Masakrat e Tivarit. Por nuk ishte kjo e vetme masakër, e cila ndodhi në këto vite, e pikërisht për masakrat e vitit 1944-45, sot u mbajt edhe një konferencë shkencore në Institutin Albanologjik. Për të diskutuar për këto edhe shumë të tjera, kemi të ftuar historianin Rustem Mehmeti, ku do të diskutojmë. Faleminderit zoti Mehmeti që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit tonë. Faleminderit juve. Siç e paraqita në hyrje të emisionit, sot është mbajt një tryezë, masakrat e vitit 1944-45. A kishë mundur më na elaboru pak më gjerësisht çfarë është elaboruar nga studios të ndryshëm? Sot, përndër të 80 vjetorit të masakrës Tivarit, pra Instituti i Albanologjisë, Dega e Historisë dhe bashku Departamenti i Historisë të Universitetit të Prishtinës, mbajtë një tryezë shkencore ku shumë studiues nga Kosova, Shqipëria dhe Maqedonia pra diskutuan mbi rrethonat që kishin ndodhur 80 vite më parë në masakrën e Tivarit, gjërësisht në masakrat dhe luftën e dytë botërore në Shqipëri, duke përfshirë pra periudhën 1939 deri në përfundimin e luftës pra në territorit e Ballkanit, gjërësisht pushtimin e Jugosllavisë, vise tjera shqiptare pra duke përfshirë Kosovën, Maqedoninë, Mali të Zi, pra që kishin mbetur jashtë padrejtësisë nga konferenca ambasadorëve të Londrës, pra do t'i ripushtonte dhe për t'i ripushtuar ato do të merrte pra masa të ndryshme duke përfshirë masakra që vetë se tashmë ishin tradite vetë mbretërisë serbe dhe njëherë tashmë sistemi të ri jugoslav. Kosova, a mund të themi kështu nëse kemi të drejtë, hyri nga lufta në luftë. Për faktin që nga luftat ballkanike, nga lufta botërore vazhduan luftat ballkanike dhe me shpresën që në luftën e dytë botërore do të korrigjohet ajo padrejtësi që ishte bërë ku më parë, u mashtruan në një formë tjetër dhe me mbarimin e luftës së dytë botërore, prapë shqiptarët filluan në luftë dhe ndodhen ato që u diskutuan edhe në këtë tryezë. Po, mund të themi me të vërtetë sepse me shpalljen e shtetit londinez, tashmë Shqipërisë londineze njohur në historiografinë shqiptare, pra shteti i ri shqiptar dhe jashtë saj do mbetësin kufit e saj, të mbetur si Kosova dhe vise tjera për rreth saj. Kishin mbetur në kuadrin e mbretërisë serbo-kroate slovene dhe lufta do bëhej tashmë shqiptarët e mbetur kundër një mbretërie që ishte mbretëria serbe. Pra vitin 1913 deri në vitin 1939 se ku fillon edhe lufta e dytë botërore zyrtarisht, pra shqiptarët do të bënin përpjekje dhe kryengritje të fuqishme kundër forcave serbe që të arrijmë deri në shpalljen e tyre. Dhe ideja e luftëtarëve dhe njerëzve të kohës, pra nëse Kosova do të përfshihen në luftën e dytë botërore, ndoshta do ishte ajo qëllimi që do të pushtonin dhe do të bashkoheshin me Shqipërinë. Këtë prave se kishim ide dhe luftën e bënin për këtë arsye, por në konferencën e pra Bojanit, pra u ditë qartë që Kosova dhe vise tjera shqiptare, pra duke pasur parasysh presionin e madh serbëve dhe për fat të keq qeverinë atëhershme tashmë të kohës duke dhëqur nga Enver Hoxha në Shqipëri, pra nuk u arrit që Kosova dhe vise tjera të bashkoheshin dhe njëherë do të ripushtoheshin përsëri nga Serbia dhe do t'i takonin pothuajse për gjysmë shekulli periudhës së Serbisë, gjërësisht të Jugosllavisë së krijuar prej 6 shtete dhe më vonë mes 2 krajinave, që ishte Kosova dhe Vojvodina. Cila ishte gjendja shqiptarëve në aspektin historik, në aspektin social, ekonomik dhe gjitha këto format në luftën e dytë botërore, ku kemi parë edhe grupacione apo formate të ndryshme të shqiptarëve, të cilët janë rrështuar nga Djata, Endesheja dhe grupet e tjera, të cilët kanë pasur një rrym tjetër. Unë çdo herë them që gabimi më i madh që shqiptarët nuk u bashkuan drejt një ide të qartë në luftën e dytë botërore, por
u ndanë për grupacione dhe mbështet në grupacione të ndryshme, shtete të ndryshme, pra duke përfshirë të Gjermaninë ose pjesën tjetër, pra të bllokut të qendror Francën. Pra gabim ishte, unë mendoj si pas shkencës që shqiptarët nuk u bashkohen, por cila ishte gjendja shqiptarëve duhet të krahasojnë në periudha të ndryshme, në zona të ndryshme të pushtimit, pra gjithsesi zona e Kosovës që ishte pushtuar nga Italia, një pjesë e Bullgarisë dhe tashmë që ishte në udhëheqjen e Gjermanisë, pra duhet të dallojmë se në secilën zonë pra kishte ndryshime edhe të jetesës, përbrenda qoftë sociale, qoftë arsimore, pra edhe qoftë ekonomike dhe politike, pra. Qoftë se flasim për pjesën e Gjermanisë ku ishte pushtuar, pra rrafshi i Kosovës dhe ai Dugaxhinit, pra do dallonin në pjesë të ndryshme. Pse? Sepse në periudhën gjermane, gjithsesi gjatë pushtimit gjerman, kishte liri të drejta, ku kishte shkollimi, përdore flamuri, qeveria, pra udhëheqje nga Recep Mitrovica, pra dhe ishin disa liri që shqiptarët nuk i kishin përjetuar, po thuajse me shekuj ato liri që pikëzonin gjithsesi shqiptarët e Kosovës. Ndërsa pjesa që i përket Italisë ishte pak më e vështirë, për arsye dim rrethonat që me pushtimin e Shqipërisë nga Italia, pra në 39-ën, gjithsesi në prill të vitit 1939, shqiptarët nuk do t'i kënaqse aq sa duhet pra pushtimi italian, ndërsa ky gjermani ishte pak më i butë edhe në shumë aspekte të ndryshme, për këtë arsye edhe përqafuan me një lloj fjale që ne jemi me gjermanët, por në arenën ndërkombëtare gabuam sepse po e shohim se Gjermania dita ditës po humbte dhe Bashkimin Sovjetik bashku me Francën, Anglinë dhe një herët Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në atë kohë që po flasim, kishin dominuar në luftë, ndërsa Italia, Gjermania dhe Japonia pra vetë se po shkonin drejt kapitulimit. Kështu që për kohën që po flasim, ndoshta gjermanët ishin më të sigurt, po për në të ardhmen për shqiptarët ishte gabim sepse ata duhet të ishin rreshtuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pa marrë parasysh cili ishte edhe ndikimi i Bashkimit Sovjetik të kohës, ku më vonë pra do e shohim në krijimin e Partisë Komuniste Shqiptare, ku do të kishin gisht edhe Jugosllavet, por një herë që ishin satelitë i rusëve në gadishullin ballkanik. A ishin këto vite, ato që përmendat ju, a ishin vite një lloj pushtimi me i lehtë, sepse luftrat, hjekit, vujtjet që kanë pasur populli dhe tani në këtë pushtimin gjerman u duk që u shliruan sadopak që edhe në popull thirret si 3 vitet të Shqipërisë. Po, sepse u bashkua Shqipëria etnike, pra prej konferencës pas konferencës, edhe nëse kthehemi në gjenezën e historisë së popullit shqiptar, ne kishim qenë në kuadër të perandorisë osmane, por bashkimi ku valonte flamuri, pra kombëtar dhe gjuha shqipe folej në alfabetin si në Korç për shembull nëse marrim, sikurse në Mitrovicë ose në Podujev, pra ishte një farë lloj bashkimi dhe shqiptarët e prishtin edhe për atë arsye 3 ditë, pra ishin 3 vite sikurse 3 ditë në historinë popullore gojore pra që përmenden, pra ishte një farë çlirimi dhe një farë vetbesimi që po ne mund të bashkoheshim me Shqipërinë dhe territoret shqiptare, pra do të ishin në kuadrin e një qeverie që ishte pra qeveria e Recep Mitrovicës. Zotë Mehmeti, lufta dytë botërore krijoi aleancat, por shtetet ballkanike për rreth shqiptarëve i kishin lajkat dhe i kishin triqet e tyre pa marrë parasysh aleancave, e kishin synimin si të glabranin më shumë tokë dhe të merrnin të pushtenin toka shqiptare. A vazhdoi kjo edhe në përfundim të luftës së dytë botërore me këto gabitje, me këto qëllime që kishin shtetet fqinja? Është për studim qysh Mali i Zi, Maqedonia tashmë e krijuar më vonë, por një herë Serbia që ishte aleati kyç i Rusisë, ne them shpesh është sateliti i Rusisë në Ballkan. Pra kishte qëllime të qarta sepse shfrytëzonte çdo luftë, çdo konflikt në mes fuqive të mëdha, pra shqiqonte çdo herë që të grabiste toka sepse kërkonte më shumë territor dhe kërkonte drejt për drejt daljen në detin Adriatik. Pra sepse Rusia ishte interesuar dhe ishte interes i vetë shtetit rus që të kishte daljen në detin Adriatik, pra në ujrat e nxehta. Por këtë do ta përdorte Serbinë. Dhe Serbia dhe në luftën e dytë botërore, pra duke pasur parasysh për gjatë historisë çfarë kishte ndërmarrë, do të fillonte të ndërmerrte përsëri të njëjtat politika, pra që kishte përdorur edhe në luftën e parë botërore, pra t'i përdorte prap
që të shkonte hap pas hapit të bashkonte dhe të merrte territorit duke përdorur me një fjalë themi gjenocid mbi popullin shqiptar, pra sepse ne duhet ta njohim që kishte gjenocid kur ne pranojmë që kishte holokaust pra nga Gjermania, mund të themi qartë për gjatë këtyre periudhave, pra 44-45, Serbia kishte filluar të kryente gjenocid në Kosovë duke larguar me dhunë shpërnguljet ma vonë do t'i bante marrëveshjet pra me vetë shtetin turk për shpërnguljen e shqiptarëve nga Kosova drejt Turkisë dhe njëherët masakrat të cilat po i kryente pothuajse duke përfshirë prej Sanxhakut të Nishit, pra edhe pse ende mendohet që kishte shqiptar atje, pra për të vazhduar deri në Tivar, pra që ishte kulmi, unë e them çdo herë që kishte kryer një gjenocid të pastër, pra që duhet ta njeh dhe historia ndërkombëtare, se tashmë historia shqiptare vese nje që Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë. Si duke kjo që brenda një aleance, apo të rreshtuar nga aleanca, edhe Serbia, edhe Shqipëria, edhe pjesa shqiptarëve të cilët jetonin në Kosovë, ishin në një aleancë kundër fashizmit gjermano-italian. Ndërsa, në anën tjetër, bëhen një lloj manovrimi që brenda kësaj aleance Serbia synonte ata që thatë synimin dalës në det. Si u trajtu kjo, si u po kjo në kontekstin, apo si shihet sot në kontekstin historik? Bazë të studimeve pra të nxjerrura nga historian dhe historiografia shqiptare, shohim që nuk kishte koordinim të plot midis udhëhecësve të shtetit shqiptar tashmë, që ishte pra Partia Komuniste Popullore Shqiptare, cila po udhëhecte në Shqipëri, pra në përfundim të luftës se kishte marrë prioritetin, edhe nuk kishte koordinim bashkëpunimi me udhëhecësit në Kosovë, pra gjithsesi me Shaban Polluzhin, i cili njihet një tjetër figurë që do të luftonte në Drenicë, dhe me figura tjera kombëtare shqiptare në Kosovë. Pra Shqipëria duhet të ja lajmë pak fajin Shqipërisë politike, gjithsesi elitës politike të kohës, sepse nuk ka ndërmarrë shumë në mbrojtjen e interesave të Kosovës dhe një farë lloj politike që ne ta udhëheqim si Shqipëri të mbetur, sepse ne dim 45-48 marrëdhëniet më të mira pra i kishte Shqipëria me Jugosllavinë dhe mund të themi që ishte një farë lloj pazari mbyllur mes dy shteteve. Apo të ndikim edhe fuqitë mëdha. Fuqitë mëdha, sepse një pjesë e shqiptarëve mendonin që pas luftës dytë botërore do të bashkohen me Shqipëri edhe do të fitonin atë që e meritanin. Po të fitonte Gjermania, ndoshta mund të nxisim një lloj mendimi se po ndoshta shqiptarët do të bashkoheshin, po duke pasur parasysh që Gjermania dita ditës po bente dhe hyrja në fuqi pra e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, mendoj që shqiptarët gabuan që nuk e mbështeten pra Shtetet e Bashkuara, sepse ne u thirrëm në 14 pikën e presidentit Wilson në vitin 1912, ndërsa tashmë nuk ishim rreshtuar nga Gjermania dhe anglezët, pra sepse nuk po themi nga Franca, por më mirë themi nga Shtetet e Bashkuara nga Anglia, sepse do kishin edhe misione të tyre pra në Shqipëri për t'i bashkuar elitën politike dhe të ishin pro demokracisë më vonë dhe jo pro komunizmit që Bashkimi Sovjetik me satelitin e saj në Ballkan Jugosllavinë tashmë të krijuar kishte ndikim dhe krijoi pra një shtet komunist në gadishullin ballkanik që ishte pra Shqipëria për 45 vite me radhë dhe ishte në interesat të Bashkimit Sovjetik, ku ne e dim për gjatë historisë pas shprishjeve me Jugosllavinë, Shqipëria lidh aleancën me Bashkimin Sovjetik dhe pas Bashkimit Sovjetik me Kinën, që tregonte pra nuk kishim perëndimor dhe ishim nga njerëz pe themin që nuk kishin demokraci të plot pra në qeverisin e tyre dhe kjo kushtoi edhe shqiptarëve të Kosovës që nuk arritën të bashkoheshin dhe të ishin të qartë rreth synimeve deri në vitet e fundit pra të shekullit të kaluar, ku neve se dim se çfarë ndodhi në Kosovë me shpërbërjen e Jugosllavisë dhe luftën e Kosovës. Këto ego të shteteve për rreth shqiptarëve kulmuan me masakra të shumta, si në vitin 1944 ashtu edhe në 45. Cilat janë ato masakrat më të tmeshme që janë evidentuar dhe janë dokumentuar që njihen edhe sa 80 vite më pas. Kishte masakra në përsecilin pothuajse qytet të Kosovës të periudhës që ne po flasim, por masakra që kishte një farë lloj bashkëpunimi mes institucioneve të kohës, qoftë atyre jugoslave, por për fat të keq edhe të Shqipërisë, sepse ata do kalonin nga Shqipëria
pra rekrutët shqiptarë që do t'i bashkoheshin disa bataljoneve kundër pushtuesve, pra Gjerman të kohës që po flasim. Ishte një farloj marrëveshje mes Shqipërisë e kohës dhe Jugoslavisë që të kalonte pranë për Shqipëri dhe të shkonte në Tivar. Pra masakrat më të njohura janë në qytetin e Mitrovicës, në Vushtri, pra po filloi pe veriu të Kosovës e po vazhdojmë deri në Tivar. Pra tërë Kosova ishte në gjendje lufte dhe në gjendje krimi të bërë nga Serbia. Pra për masakra më rëndësishme që duhet ne t'i dham një farloj krahasimi me masakrat e fundit në Kosovë ishte masakra e Tivarit, se si u arrit pra të shkonin njerëzit atje dhe të masakroheshin pse në Tivar kur atë gjenocid e bante në territoret e Kosovës së sotshme. Çfarë ndodhi dhe si ndodhi masakra e Tivarit? Masakra e Tivarit për fat keq nuk është studiuar shumë dhe nuk kemi burime të kohës që ta dëshmojmë sakt, por për falje mbjetesës së shqiptarëve të kohës që ishin pjesë përbërës asaj masakre, kanë lanë gjurmë dhe kanë lanë histori të shkruar që besa, por edhe historinë orale që ne si historian dhe historianët para nesh kanë dokumentuar dhe kanë filluar të shkruajnë për të. Se çfarë ndodhi në masakrën e Tivarit, pra mendohet që në mars të vitit pra 1945, një grup nga Kosova pra do të fillonte rrugën për në Tivar, kinse për të bërë luftë kundër pushtuesit gjerman. Pra njëherë duhet të mbështesim partizanët jugoslav dhe ata shqiptarë të bashkëpunonin kundër forcave gjermane. Arritën të shkonin, është diçka me ecën kam prej sot pe Kosovës në Tivar, kogja është një farë pune edhe kogja na vy një kohë e caktuar, por lema të shkonin të armatosur. Por këta kishte menduar regjimi jugoslav mirë, i kishte shpartalluar, pra i kishte qarmatosur të gjithë ata rekrut tashmë të cilët ishin bindur që do të luftonin për çlirimin e Kosovës dhe viseve tjera që për fat të keq nuk po e dinin që po shkonin drejt të humbjes së jetës së tyre dhe më mirë themi edhe rreth idesë së qartë për bashkimin me Shqipërinë. Pra ideja ishte që ata të shkonin, por për fat të keq u pre në besë ku ata të gjitha armet e tyre pra u larguan dhe nuk u lanë të merreshin me vetin, kinse sa atje duhet të shkonin më të poshueshëm dhe jo duke bartur armatim dhe ushqim, por për gjatë rrugës ju do të keni pra pushime e gjëra të tjera, por kjo ndodhi krejtësisht e kundërta. Për gjatë rrugës Prizren-Tivar, pra do të ndërmerrshin aksione duke vrarë 2-3 njerëz që po shkonin. Pra derisa shkuan në Tivar, sipas të dhënave të folura, pra kishin arritur që të shkonin 2000 persona, pra prej një grupi 4000 që ishte nisur nga territoret e Kosovës, do shkonin vetë 2000, që kjo na lën të kupton që 2000 njerëz janë vrarë dhe janë torturuar ose ndoshta kanë ndekur edhe urije dhe sa i përket ushqimit, pra s'kan pasur jetesë, por kjo na tregon fakt të gjallë që 2000 persona ndoshta nuk kanë mujtë të gjithë të vdesin nga aspektet e natyrës, por ka pasur edhe gjenocid mbi pushkatimet e tyre për gjatë rrugës, ku sipas të mbjetuarve të asaj masakres ka mendime që vetë qofse ka lëvizur nga rreshti, pra është pushkatuar ose është nalur me pushu, është pushkatuar nga ata oficer serbo-malazez. Ndërsa në Tivar, pra është marrur një urdhër, nuk dihet se nga kush erdhi, për ekzekutimin e mbi 2000 shqiptarëve, pra që kishin mbjetuar për gjatë rrugës e Prizren-Tivar. Nuk e dim se kush ka marrë vendim, historia nuk e nje ende atë se kush e mori vendimin, nuk kemi dokumentacion të shkruar, për fat të keq as shteti shqiptar sot arkivi nuk posedon një dosje të veçantë për atë se çfarë ndodhi në Tivar, duke pasur parasysh që gjithë ajo kolon për 4000 veta është ka kaluar në territorin e Shqipërisë për të shkuar pra në Tivar. Kjo dëshmon që qysh s'ka mujt shteti i kohës si Enver Hoxhës me pas kontroll pra në shtetin e vet, ku ne dim se çfarë sistemi ka përdorur Enver Hoxha në sigurimin e shtetit vet, edhe pse ishin fillimet e qeverisjes së tij, por unë e kam bindje të plot që ai dinte sakt se si do të merrnin procedurat pra drejt Tivarit, si do shkonin edhe si ato vrasjes që po donin. Por për fat keq nuk kemi dokumente të shkruara
ndonjë raport zyrtar apo mjekësor të periudhës së kohës se çfarë kishte ndodhur sidomos në territorin e Shqipërisë në këto vite që ne po flasim. Zoti Mehmeti, sa po të jehon asaj kohë apo edhe më vonë, sa u vën në dritë, u hedh në dritë kjo masakër, edhe më pas tani jemi 80 vite pas. Sa gjindën informata, dhëna historike në tekstet shkollore, si në ato universitare dhe ato para universitare, kërkej fale. Sa i përket pamjes, pra të asaj se çfarë ndodhi në Tivar, për fat keq për gjatë periudhës komuniste, nuk është trajtuar fare nga historiografia shqiptare masakra e Tivarit. Është përmendur në Kalimthi që për fat të keq edhe sot disa prej masakrave dhe masakra e Tivarit nuk ka arritur që të përmbush një histori të plot. Janë disa autorë që janë merrur me ta dhe ndërta është Orhan Butka, i cili ka botuar një libër mbi masakrën e Tivarit, që mendoj që është njëra prej librave që ka përmbledhur më së miri masakrën në bazë të dëshmimeve dhe fakteve të mbledhura nga Orhan Butka, por sa i përket teksteve shkollore universitare, ne si studiues të historisë kur përfundojmë studimet, gjithsesi historinë bashkëkohore, kemi mundësi që të merrem me trajtime të ndryshme të temave dhe masakra e Tivarit, pra kur ne flasim për Kosovën, gjithsesi historinë e Kosovës, kemi patjetër që ta diskutojmë edhe masakrën e Tivarit. Falë punës së bën nga historianët dhe nga institutet e historisë, Instituti Albanologjik, Akademia e Shkencave të Shtetit Shqiptar, masakra e Tivarit ka dalë në dritë dhe është trajtuar, besoj jo aq, por ka arritur në një shkallë më të mirë të trajtimit këto vitet e fundit, gjithsesi pas. Në cilin nivel të shkollimit trajtohet më gjithsesi kjo masakër dhe çfarë përfshin? Për fat të keq, masakra e Tivarit, sa i përket aspektit, jo të gjithë nxënësit pra që kanë kryer shkollat kanë me studiu historinë sikurse ne historianët, pra edhe nuk e njohin qartë se çfarë ka ndodhur, por sa i përket teksteve shkollore, ne Bileun kam pasur së bashku me kolegun Oktaj Hasani një çështje sot për të diskutim, sa është përfshirë pra masakra e Tivarit dhe sa është përmendur, është shkruar në tekstet shkollore. Për fat të keq, tekstet shkollore që ne i kemi poseduar për arsye që s'kemi pasur shumë ekzemplar të ruajtur edhe nëpër biblioteka, por asa kemi arritur që të sigurojmë. Pra tekstet për vitit 1999 është një libër Historia e popullit shqiptar për shkollat e mesme, e botuar pra në Shqipëri. Masakra e Tivarit përmendet me një rresht, pra me 1 prill 1945 në Tivar u vrarë mbi 1000 shqiptar, pra nuk jep informacione më shumë. Sa i përket teksteve shkollore mandej në Kosovën e pas luftës, masakra e Tivarit nuk është trajtuar atë sa duhet. Ka faktorë të ndryshëm pse nuk është trajtuar, por unë besoj që 80 vite kanë kaluar dhe tashmë duhet të jepim një pasqyrë të qartë çfarë ndodhi në Tivar. Për fat të keq, librat shkollor pra të aprovuar nga Ministria e Arsimit që janë tashmë ku historia e kësaj periudhe flitet në klasën e 9 dhe në klasën e 12, nuk është trajtuar atë sa duhet dhe duhet të trajtohet më shumë. Pra jo me një rresht, në klasën e 9 trajtohet pra tek thellim njëhorish, edhe aty me 2 paragraf ku thuhet që janë vrarë, parafrazoj se çfarë shkruan, pra kur janë vrarë 2 mbi shqiptar në Tivar me 1 prill pra të vitin 1945. Ndërsa sa i përket është për të ardhur keq, në klasën e 12 kur një moshë është pak më e pjekur dhe duhet të din historinë më mirë, besoj nuk është trajtuar fare pra në librat e shkollave të mesme, pra në klasën e 12 masakra e Tivarit, në librat që ne mësojmë të botimit Albas, i cili është proklamuar nga Ministria e Arsimit. Nuk është përmendur fare, ndërsa për fat të mirë kemi gjetur një libër tjetër që masakrën e Tivarit e trajton pothuajse më së miri nga të gjitha tekstet shkollore, edhe ato që kanë qenë të librit shkollor, por edhe të botime tjera, pra është historia klasës së 9 të autorëve profesor Sabit Syla dhe Beqere Meta, të cilët kanë dhënë informacione më të mira dhe më të sakta për masakrën e Tivarit. Në qoftë se më lejoni, shkurtimisht pra përmendni se çfarë thotë profesorët e nderuar.
Citoj, me 8 shkort 1945 me urdhrin e Titos u vendosen edhe administrimi ushtarak që ishte forma më e rëndë të regjimit diktatorial. Administrimi ushtarak mundsoi vendosjen e serbëve dhe malazezëve në krye të organeve të pushtetit dhe të mobilizonte dhunën shumë shqiptare duke i dërguar ata në frontet e luftës kundër gjermanëve në hapësirat jugoslave. Mobilizimi kishte për qëllim dobësimin e fuqisë rezistuese shqiptare kundër ripushtimit jugoslav në Kosovë dhe jo luftën kundër gjermanëve. Shumë shqiptarë të mobilizuar u vrarën nga forcat jugoslave. Kështu, vetëm e 24-26 mars të vitit 1945, nga Prizreni u nisi 3 grupe për në Tivar, gjithsej rreth 8.000 vetë. I gjithë rrugtimi u bën në këmbë, rekrutët shqiptar u keqtrajtuan, nuk u lejuan as të pushonin as të pinin ujë. Mbi të qëndronin rojet e armatosura serbo-malazeze, me të arritur në Tivar, kundër tyre filluan të shtëna me armë nga njësitë partizane malazeze të cilat kishin përgatitur edhe terrenin për këtë veprim. Vlerësohet se numri i shqiptarëve të vrarë duhet të qenë 1000 vetë. Mbyll citatin, pra, më së miri në tekstet shkollore, sipas mendimit tim, kanë trajtuar kolegët historian Sabit Sylla dhe akademik Beqir Meta në historinë e klasës 9, pra të shtëpisë botuese Libri Magjik. Zoti Mehmeti, jemi 80 vite pas nga kjo masakër. A duhet palët, ta themi palët e involvuara, historianët këtë drejtim, edhe institucionet përkatëse, që të kërkohet të del në dritë e vërteta e kësaj masakre. Natyrisht që dohet edhe historianët e luajnë rolin, po themi, më të mirë të nxjerrjes së historisë në pa, njëherë duke pasur parasysh që vetë se jo historia e popullit shqiptar, por të gjithë historianët e shteteve më të fuqishme të botës kanë arritur që ta nxjerrin në pa historinë. Çfarë mund të bëjmë ne si historian? Me të vërtetë kemi bërë një punë kogja të madhe, por jo ato që dëshirojmë, sepse neve, për fat keq, institucionet edhe të shtetit të Shqipërisë dhe institucionet e Kosovës nuk konsultojnë historianët në vendimarrje gjithsesi në lobimet e tyre, pra. Po të lebohej, aja çështje historianët pra do t'i kishin punët më mirë dhe do të arrinin që të delte në pa, sepse shteti shqiptar mund të kërkon tashmë llogari, shteti i Shqipërisë po flasim, të kërkon llogari, pra se çfarë ndodhi në Tivar, pra mbesh shqiptare të ardhur nga Kosova dhe vise tjera shqiptare. Ne si historianë jemi të gatshëm, por besoj që politika e kohës atëhershme ishte dashur të kërkonte llogari dhe le ma tashmë politika shqiptare në Tiranë dhe në Prishtinë, që besa dhe në Maqedoni dhe në Maltëzi, pra duhet të kërkojmë llogari se çfarë kishte ndodhur në Tivar, pra në vitin 1945. Nëse shohim nga historiku i popullit shqiptar, nga historia e popullit shqiptar, ka qenë histori e dhimbjes dhe sakrificës, për faktin që ka ndodhur shumë masakra, siç e përmendët edhe ju, por ta themi që asnjëherë nuk i ndalën në dritë. A ka qenë kjo në shërbim të një lloj paqe, ta themi, apo presioni nga fuqitë e mëdha që nuk duhet të dalen në dritë këto të bëma që janë bërë padrejtisht ndaj popullit shqiptar? Ne si popull me të vërtet kemi pasur kompromise, do thotë edhe në aspektin më të rënd, pra në masakra dhe në krime, kemi pranuar kompromise për të bërë diçka me shtetin tonë. Ana është kërkuar nga ndërkombëtarët, natyrisht që është kërkuar, por sepse fuqia e madhe e tyre, neve na ka bërë edhe shtet, mund të themi, me rrethanat që po flasim, por shteti shqiptar besoj, Tirana zyrtare duhet të punoj shumë këtë drejtim, pasi që ka një fuqi më të madhe në arenën ndërkombëtare. Është pjesë e aleancave të mëdha të paqëruesve si NATO, është pjesë e UKB-s, pra, dhe ka një qëndrim më të fortë, ndërsa ne si popull i Kosovës, pra si qeveri dhe si institucionet e Kosovës, ne vendosim në pa, por sa mund të arrijmë të bëjmë është pak problematike, sepse jemi në një situatë, kemi një shtet, po përderisa nuk kemi pjesë antare e UKB-s, nuk mund të kemi një siguri të plot, duke pasur parasysh edhe rrethanat që janë edhe në përbot në vitet e fundit, pra. Çdo herë si popull kemi sakrifikuar pos njerëzve dhe historisë, po sakrifikojmë ta mbyllim historinë për të marrë diçka në shërbim të mirë, pra që është gabim dhe mendoj që tashmë shqiptarët duhet të vëdësohen dhe të marrin vendime që mos t'i lajnë kompromiset me njerëz të humbur përgjatë
periudhave të ndryshme historike. Zoti Mehmeti, faleminderit, ishte kënaqësi t'ju kemi në studio që do të kohë dhe opinion për televizionin tonë. Faleminderit juve, kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.